edhe zjarri ekstrem të tjetë. Të dyja ka këtë efekt. Plus kësaj, është arsime madhe, sepse zjarri të nashëm, dhe ftofti të nashëm krijon arsirë. E nga Allahu që gjelalë të tjirë. Që do thotë, është një gush lartë dhe shumë i gjenë kurporë, që do thotë, askush nuk me të lartë. Edhe nëse kërkon dalë, absolutisht, Allah në rëndë. Pra që do thotë, aty ka vëndë edhje, ka vëndë uri, si që ka marrë në tjirë. Rëndësishme, profita e një sërat ka thotë të neve, në të hadith, të do zotë, ruaj ka kush nga dënimi i zjarrit, sepse nëse shpëton njeriu prej dënimit të zjarrit dhe që në ka fitore. Për Allahu dhe Gjilalë në ajetin kuranor, do të të zuhziha anin nar, do të udkhila al-jannet faqad faz. Do kush i shmandet atë ditë zjarr dhe hyn në xhenet, ai ka fituar. Në Kur'an fitoria ka ardhur vetëm kush shpëton prej zjarrit, ai është ai ka fituar. Nuk është fitoria e madhe se vrap biku nuk fitohet sa te. Nuk është fitoria e madhe se të bane me post, por ai post do të fitoria, jo vëlla, nuk është fitoria, është bash, nuk e marr kurriz. Apo ke marrë disa lek, po varesh nga kurriz do pyetësh për të. Pra çfarë do të gjë që ti mund të marrësh në dynja janë përgjithësi. Dhe Zoti që të lëvë ka qenë fitoria realisht. Kush i shmanget zjarrin, pra kush shpëton zjarrin që në rrugën, ai ka fituar Zoti që të lëvë. Prandaj, në këtë hadith profeti Ali sallallahu alaihi wasallam po na thotë që o Zot, e para rruga sprovat e fare, e dyta thotë ruaj nga sprova nga dënimi i zjarrit, e treta thotë ruaj nga sprovat e kësaj jetës dhe pas vdekjes. Sprovat e kësaj jete përfshin gjitha. Sprovat e kësaj jete që do të thotë e largon njeriu nga besimi. Sprovat e kësaj jete që do të thotë e lëkundin njeriu prej këtij besimi. Nuk ka sprovat e kësaj jete se erdi i smundja dhe kalova, apo erdi i fërë, ka sprova karitare. Sprova e randë është ku ti ke besimi dhe pas ti besimi s'ke ma besimi. Allah me rëndë. Ka sprova e madhe që njeriu nuk të fitoj sa të tjera. Sepse njeriu po shkon drejt Zotit ti. Me pasuri pa pasuri, me shtet pa shtet ti të shkosh, përsa po ka ardhur në kësaj bote jetë drejtu drejt Zotit. Dhe të Zoti jo të paraqitesh, o faqe bardhë, o faqe zi, s'ka me tral atje. Dhe njeriu në këtë botë që do thotë o Zot rruga sprova, por nga sprova më të mëdha është që e kuhasit dhe të rëndisi apo e largon njeriu për besimin. Për të dietar që krijon elemente kryesore që nuk ta shkatërron besimin, njeriu ose nuk ta largon atë për besimin. E para të të dyshimet, që vjen lloj përkthimës të dyshimet apo dyshimet të cilat shkruan në libra apo në media, si ta largojnë njeriu për besimin, që ta largojnë atë që mos besoj kur në Zot, se kjo është luftë e hershme. Nuk është e sotshme. Pra neve sot, do të se përjetojmë të gjë e hershme shumë e qenë. Pra besimi ose lufta midis shejtanit e keqja dhe të mirës. Edhe midis Zotit që të gjelalë, pra që Zoti i intervenierës është shkuta aty dhe shejtanit që përfisht nga të mirët. Në ato, si që të përmën historia është, Firauni do të merrte robën e Zotit. Bënte lloj ndërtimesh dhe lloj gjëra si të tregon njerëzve që unë jam Zoti ju, nuk ka zot tjetër. Përmend Zoti Kur'an. Allahu Zoti i Gjellalë thotë për Firaun, pasi i thotë popullin e Egjiptit tha, "Era Rabbukumul A'la", o populli i Egjiptit. Unë jam Zoti ju, s'ka përveç meje. Po si arriti ai që ti bindi njerëzit që as Zot, dhe ti tregoj atyre që unë jam i vërtetë, me magji. Bante magji nga forma më të ndryshme që njerëzit përrojnë. Do të thotë kush e bën këtë, përveç kujt, përveç Zotit. Dhe do të flasë, Dejjali është ai që quhet mashtruesi. Ordiner që her pas here ka qëllim të mashtrojë, të manipulojë dhe të friksojë dhe të terrorizojë njerëzit për t'i larguar nga besimi që ato ndodhen dhe për t'i futur aty ke rruga e ndyrë që ato kanë përgjithësi. Por Zoti që të gjelalë nga tregon të gjë, edhe sot, mënyra të forma dhe të ndryshme, duke nga treguar dhe manipuluar apo duke nga zbukuruar jo shkenca, jo këtu, jo ka një gane, ka një marë se pritë dhe të format, manovrat të cilët kemi zbuluar jetë, miliona pritë ka i toksi puna. Gjithë to është për çfarë? Për të tërhequr dhe për të iluzuar njerëzit bindjen nga Zoti. Pra që do të thotë, po kush këto kemi atë rabi për të këto vjetë. Por i shkret, por biskiti, por i qodbet, për sa kohë ardhjë dhe kësaj bote që do vdesësh.
Ai I cili Zotit negativ do të marrë, do që t'ikesh. Prandaj Zoti Gjallë Gjellalu ka thotë në ajetin Kur'anor thotë Allahu Gjallë Gjellalu thotë kur kapi vdekja qofshit ju edhe në ato kalat të fortifikuar. Kudo që t'jeni. Ju nuk vi vdekja. Kudo që t'jeni ju marrë Zoti Gjallë Gjellalu për sa ku keni ardhur në kësaj kote. Askush nuk jeton përveç Krijuesit gjithësisht. Gjithë vdesin, gjithë do them ke Krijuesi, përveç Allahu Gjallë Gjellalu që është vetë Krijuesi, nuk vdes në shumë. Prandaj Allahu Gjallë Gjellalu pra profeti alayhi salatu wasalam ka mësuar në këtë hadith dhe na tregon, duke thënë që mos afrohej nga sprova e kësaj bote, dhe sprova pas vdekjes. Sprova pas vdekjes duke filluar me sprovën e madhe. Duke filluar me sprovën e ditës e ringjalljes, kur jetën e ringjalljes në ditë do të shkojë, po sot në rrugën e sprovës. Pra duke na dhënë rrugën e duhur, duke na mbrojtur nga sprova qoftë nga sprova e madhe, qoftë nga sprova e ditës së ringjalljes, kur jetën e ringjalljes, pra që do thotë nëse ti e bën këtë tutje, vlen Allahu Gjallë Gjellalu, jeni garantuar tek Zoti se ti nuk do të prekë këtë sprova, nëse ti gjithmonë je konfuzës, I sinqert në mënyrë e I vazhdueshëm në tutje. Dhe më pas të profeti alayhi salatu wasalam në dy lutje duke thënë, "Zotë, na ruaj nga e keqja dhe sherri I sprovës së Dejjalit." Ka Dejjali. Nuk e di kemi kohë apo po, kemi vetë 2 minuta, nuk është shkurtër. Dejjali është një mashtrues I cili pretendon se është Zot. Her pas here dali mashtrues në jetën e kësaj bote për t'i mashtruar dhe për t'i manipuluar njerëzit që janë Zot. Edhe për forma dhe mënyra që t'i viti njerëzit që janë Zot, edhe për gjëra të ndryshme. Qofshin këto magjistarë, qofshin këto mallxhorë, qofshin çdo gjë. Pra, se ka të Firauni duke blet magjistarët e tij për t'i thënë popullit duke I manipuluar njerëzit dhe thënë që Zoti është Firauni I pagutë magjistarët, duke bërë magji e merrte robi si kur vdiq, pastaj gjallë dhe kësharron dhe nesër apo këto janë forma dhe manovra të cilat I bën njerëzit që për ta besuar se është Zot. Profeti alayhi salatu wasalam ka treguar duke thënë Zot, ka ruajtur nga sprova e Dejjalit. Sepse Dejjali është një krijesë që do të dalë dhe do të ketë përshëndetje të parë të atë. Nuk do të ketë mashtrues, më të madh në historinë e njerëzimit se I cili do të marrë rolin e Zotit, do të thotë që është Zot. Dhe do të bëjë disa veprime që realisht njerëzit po ja pa probleme. Që jasë. Dhe ka thënë profeti alayhi salatu wasalam në vallën e tij, shëtohet kafir kafir, mohues I fesë dhe mohues I Zotit. Do të shohë këtë shkrim përveç besimtarëve, askush nuk e shet. Dhe profeti alayhi salatu wasalam ka treguar se ky ka ecë Mesia, do të thotë njeri krijesë I cili do të thotë do të shkëjë gjithë tokën, çdo gjë që hyj për të manipuluar dhe për të pasur njerëz. Ky është veprimi I parë. Dhe për të thotë Mesia do të thotë që syri I tij është pak I datë I shtyp. Ky çu si pet, edhe që I kullot. Dhe pra vetë të thotë profeti alayhi salatu wasalam, Mesihu, pra Dejjali është qafë, dhe Zoti ju nuk ka qafë. Çu është ai? E ka pasur Zoti të Gjellalu që ka transmetuar për krizë. Dhe të shkaktojë disa filmë dhe sprova, po inshallah vazhdojmë më tepër. Pra këto thotë, besimtari do të tutje, duhet ta mosë ruaj nga fitja ose sprova e parë, nga dënimi I zjarrit të xhenemit, nga sprova e kësaj jete dhe pas vdekjes, dhe ose të ruaj nga sprova e besimit të gjatë. Amin.